Morëm vendim për aleancë me qytetarët që t'i tregojmë opinionit të brendshëm, por edhe atij ndërkombëtar se ja dolëm, deklaroi lideri i LSDM-s Zoran Zaev në nisjen e kongresit të 21 të partisë, ku duhet të miratohen listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 vjetorit. Në emër të udhëheqësisë së LSDM-s dhe në emër të qytetarëve të Maqedonisë, sot kërkojmë prej jush mbështetjen për aleancën e LSDM-s dhe partnerëve të koalicionit me qytetar të dalim bashkarisht në zgjedhjet e 11 dhjetorit dhe bashkarisht të sjellim fitore historike për një Maqedoni qytetare. Kemi shansin të kemi një kuvend që do shkëlqej dhe ku pushtetin do ta ketë populli. Ai kuvend do përzgjedh qeveri të ndershme dhe përgjegjëse. Duke kërkuar mbështetjen nga bashkëpartiakët, Zaev tha se listat e propozuara për deputet janë lista fituese që siç tha, do të sjellin disfatën e një mendësisë dhe të regjimit autoritar në Maqedoni. Jo zyrtarisht, mbartës të listës në njësinë e parë zgjedhore do të jetë ish kandidati për president të shtetit Stevo Pendarovski, ministri i brendshëm dhe një herazi sekretari përgjithshëm i LSDM-s Oliver Spasovski do të jetë bartës i listës në njësinë e dytë zgjedhore. Në njësinë e tretë do të jetë zëvendës ministri për bujqësi Lupço Nikolovski, ndërsa njësia e katërt është rezervuar për liderin e partisë Zoran Zaev. Nënkryetaria e LSDM-s Radmila Shekerinska do të udhëheqë me njësinë e pestë, ndërsa zëdhënësi i partisë Petre Shilegov do të jetë bartës i listës në njësinë e gjashtë. Nga kuadrët jo partijake në listat e kandidatëve mendohet të gjenden edhe aktivistët qytetar Pavle Bogojevski, Ivana Tufekçić dhe Irena Stefanovska.